Momentin që të pasivizohet adresa dhe kur e kupton që është politike, ndihesh shumë keq ndihesh. Unë e kam përjetuar shumë rënd, kam qenë edhe atë kohë shtatzane në Vajzën dhe kam përjetuar shumë rënd. Më thonë se më është dukur sikur po ma marrin shtëpinë. Ka qenë shumë emocionuese, për mua është rikthimi i identitetit kombëtar. Kupton se çdo secili dëshiron të jetë në vendin e vet, punojë në vendin e vet, por politikat janë këto. Pasivizimi ka filluar fillimisht tek ata qytetarë të cilët punojnë në qeverinë e Kosovës, sepse vendimi i parë që është nxjerrë nga Serbia ka qenë që unë punoj në institucionet e Kosovës dhe jam e martuar me kosovar. Domethënë ky ka qenë një pashtjetim shumë banal, domethënë nga ana e tyre. Kam punu në Prishtinë në vikendet i kam kalu në Bujanovc tek prindrit dhe në 2020 nuk kam qenë gjithkohës në kohën e pandemisë atje kur unë jam pasivizuar. Domethënë ata kanë deklaruar që unë në prill kanë qenë vizitë, gjë që nuk është e vërtetë sepse unë në prill kam qenë aty edhe nuk ka pas lëvizje atëherë, domethënë jo të qytetarë, pas të institucioneve ka qenë një bllokum shumë i madh, domethënë i pandemisë, dhe kam qenë prej marsit deri në shtator në Bujanovc, se unë jam pasivizuar në maj të atij vitit. Atëherë unë jam pasivizuar në vitin 2020. Pas pasivizimit i kam ndjekur hapat ligjor, duke dërguar ankesën në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në gjykatën administrative dhe të gjitha këto janë përgjigjur negativisht. Pastaj kam dorëzuar së fundmi, domethënë në gjykatën kushtetuese, duke kërkuar që të di se a kam shkelje të drejtave të njerit apo jo. Gjykata kushtetuese ka nxjerrë vendim që nuk ka shkelje të drejtave të njerit. Dhe pas shterrimit të gjitha instancave të gjyqësorit në Serbi, kam vazhduar domethënë në gjykatën e Strasburgut me ndihmën e avokatit Drinit. Është një hap shumë i rëndësishëm dhe shumë i madh për gjithë ata të cilët janë prekur nga kjo çështje. Është profitabile, domethënë për të gjithë ata të cilët janë prekur. Për mua ka qenë jo vetëm një rast individual, por ka qenë një mision kombëtar, që unë kam dashur që kjo çështje të shkojë deri në fund dhe të dokumentojmë dhe të dëshmojmë që ne domethënë kemi jetuar atje, domethënë i kemi shtëpitë tona, i kemi pronat tona, i kemi familjet tona dhe adresa domethënë është një shkelje e drejtave të njerit, një drejtë elementare. Normalisht që është një sukses shumë i madh që një shqiptar të dërgojë domethënë landën deri në gjykatën e Strasburgut dhe uroj që gjykata e Strasburgut të nxjerrë një vendim pozitiv, sepse pastaj do të kenë lehtësira edhe për qytetarët tjerë të cilët janë të pasivizuar, sepse kanë hezituar të ndjekin hapat ligjor, edhe do të jetë më e lehtë edhe për ata.